Me të drejtën unë gjithmonë në daljet e mia për këtë problem kam qenë kritik, në që kuptim, sepse dua më të mirën për vendin tim. Dhe në përgjithësi mund të them që Shqipëria ka ecur përpara dhe ka hedhur hapa serioze drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por gjithashtu ka pasur hedhur hapa drejt vendosjes një drejtësie të vërtet, duke filluar që nga procesi i hetimit e deri në gjykim. Dhe njëkohësisht ka pas një zhvillim të vazhdueshëm, të qëndrueshëm për sa përket turizmit, i cili është një qelës, kisha më thënë, që e lëviz gjithë ekonominë e vendit, edhe gjithë infrastrukturën, pa folur edhe vetë sjelljet e njerëzve, kështu me radhë. Pra në këto hetime ka pasur rezultate pozitive. Por unë kam një vërejtje të përgjithshme për politikën shqiptare. Shiko, opozita duhet jetë. Nuk po flas tani, nuk po hyj në këto detajet e përshësit që ka opozita aktuale, por duhet të them këtë që nuk mundet që gjithmonë opozita të jetë në kundërshtim me mazhorancën. Sepse ka momente, ka probleme që duhet të përballohen bashkërisht dhe kërkojnë një kohë gjatë, kërkojnë mobilizim të përgjithshëm, si të mazhorancës, ashtu dhe të opozitës. Mund duket gjëksi tingëlloj jo shumë reale kjo, për kushtet tona, po unë them, kjo është e domosdoshme për të pasur një ritëm më të mirë për ecje përpara. Dhe po sjell një shembull nga jeta ime. Në vitin 94 ne organizuam shoqatën e Atlantikut shqiptare. Dhe unë pata në udhëheqje në drejtimin e shoqatës, edhe nga majta dhe nga djata. Më tha dikush që i deshet, i dashur mik, i dashur ministër, në NATO hyjit me 2 këmbë, nuk hyjit me 1 këmbë. Do të thënë, do të përputhen interesat dhe dëshira për pjekjet e gjithë krave. Pra, unë mendoj që ky është një defekt i politikës tonë. Që duhet patjetër të dalë kundra. Jo. Sigurisht, kur duhet dalë. Pra, unë dëshiroja që vërtet këtë politika ta korrigjoj. E jap si shill, si mendim, si një njeri i vjetër në moshë dhe që kam përjetuar si të thuash gjithë jetën e shtetit shqiptar. Duke filluar që nga koha mbretërisë, sigurisht ka qenë i vogël, por më shumë gjëra për atë kohë, kohën e pushtimit, kohën e luftës nacionale shqiptare, kohën e vitet e para që ka qenë këtë dyshme vitet e para, pas luftës, kohën e diktaturës dhe aq më tepër kohën e zhvillimit të demokracisë.